interesim shumë të madh të diasporës sonë, mërgatës sonë, për të votuar, për të qenë pjesë e këtyre zgjedhjeve më 7 qershor, mbi 140.000 aplikime kanë qenë, nuk e di sa saktë sa janë aprovuar, mirë po si shihni ju këtë interesim, a shihni që diaspora do të jetë ajo sërish e cila do të luajë rol shumë të madh sa i përket rezultatit që u sjell partive politike? Padyshim, do të thotë me 28 dhjetor për shkak të datës që ishte e tillë, pushimeve të fundvitit, shumica diasporës, edhe pse edhe atëherë ka pas votime me post, ka ardhur dhe ka votuar fizikisht në Kosovë. Mi po kësaj radhe, për shkak gjithashtu të datës, është një pjesë e diasporës do ta ketë pamundur që të vijë të votojë këtu dhe është pa një mobilizim i diasporës me kërkesë jashtëzakonisht madhe, 140. Po, janë aprovuar, disa janë votime me post. Po, disa janë në procesim, mos harrojmë një pjesë e madhe do të vjen dhe do të votojë këtu, në sapo u ktheva prej jashtë diasporës dhe aeroplanat ishin të mbushur. Do të thotë prapë do të ketë votim. Nëse shohim kështu si numër, 150.000 edhe një 50.000 minimum që do të vinë, do të votojnë këtu, janë diku një 200.000 vota të diasporës, të cilat nëse i përkthejmë në vende në kuvend, janë 20 vende në kuvend. 20 mandate. 20 mandate, diku 18% e kuvendit. Kështu që është gjithsesi se luan rol jashtëzakonisht madh. Problemi i diasporës ndoshta është problematizu jo për shkak të pjesëmarrjes